Përshëndetje miq, mirë se erdhët në meditimin e ditës. Sot do flas për shëmbëtyrën e qengjit dhe bariut të mirë, zëri që të gjen në mes të turmës. Jezusi tha tek Gjoni 10:11, unë jam bariu i mirë e jep jetën për delet. Edhe pse nuk është një shëmbëtyrë klasike me histori të ndërtuar, Jezusi përdor figurë të jashtëzakonshme, figurën e bariut dhe të deleve. Ai na fton të kuptojmë marrëdhënien tonë me të, jo si një kontratë fetare, por si lidhje jetësore. A dini që delet nuk njihen nga forca, por njihen për nga dëgjimi, pra dëgjueshmëria, bindja. Ato nuk shpëtohen nga inteligjenca, por nga bindja ndaj zërit të bariut. Në një botë plot zëra konkurrues, Krishti na thot, delet e mia e njohin zërin tim. Një figurë nga historia e kishës që e mishëron këtë marrëdhënie është edhe Shën Kolumba i Ionës, murg dhe misionar i shekullit të 6. Ai la dheun, sigurinë, privilegjet për të ndjekur thirrjen e Zotit në tokat e egra të Skocisë. Ai nuk ndoqi ambicie personale për zërin e bariut të tij. Dhe atje ku shkoi, ai ndërtoi komunitete drite dhe shprese, sepse jetoi sipas parimit. Të dëgjosh Zotin është më e rëndësishme se të kuptosh të gjithë rrugën. Siç thoshte edhe filozofi Martin Buber, të jetosh do të thotë të jetosh në përgjigje. Më lejoni të ndaj shkurtimisht disa të vërteta. E para, Krishti nuk është vetëm udhëheqës, por shpëtimtar, sakrifikues. Ai nuk udhëheq nga larg, por ai vjen të na jap jetën e tij. Së dyti, marrëdhënia vjen përpara rregullit. Delet nuk ndjekin ligje abstrakte, por një person, bariun e tyre. Së treti, siguria buron nga njohja e zërit të bariut, jo nga rrethanat, por nga marrëdhënia. Agustini i Hipos shkruante, me bariun e vërtet, edhe errësira bëhet udhë. Shoqëria njerëzore u mëson njerëzve të jenë autonom, të pavarur për askujt, por Krishti na mëson një të vërtet tjetër. Liria më e thellë është të dish kujt i përket. Jean-Paul Sartre do thoshte, njeriu është i dënuar të jetë i lirë, por Krishti thot, njeriu është i bekuar të jetë i udhëhequr. Amen. Mbase sot Zoti na pyet, zërin e kujt je duke ndjekur? Zërin e frikës, të turmës apo të bariut? A një zërin e Zotit përmes fjalës, lutjes edhe bindjes? A je duke ndjekur Krishtin si bariun tënd të vetëm dhe të vërtet, apo si një ide, si fe? Të ndjekësh bariun sot do të thotë të zgjedhësh bindjen ndaj fjalës së tij, mbi kontrollin tënd, besimin mbi sigurinë njerëzore, dashurinë mbi frikën. Ndaj miq, me këto të vërteta fantastike nga Bibla, le t'i lutemi Zotit këtë mëngjes. Bari mirë më jep vesh të dëgjoj zërin tënd, edhe një zemër që nuk heziton të ndjek ty. Në mes të kaosit dhe zërave të shumt më ruaj të lidhur me ty, me zemrën tënde, sepse aty ku ti shkon dua të jem dhe unë, sepse vetëm tek ti ka jetë. O Zot, bekoj burra dhe gratë që janë duke ndjekur sot, e lutem që kjo fjalë të jetë inkurajim dhe nxitje në udhëtimin e tyre. Qofshin o Zot, dishepujt vërtet që të ndjekin ty deri në fund, dhe të sigurt në ndjekjen dhe zbatimin e zërit dhe të fjalës tënde. Bekoj sot në emrin e Jezusit, miqtë e mi. Amen. Nëse ishte inkurajim për ju ky meditim i kësaj dite miq, ju lutem ndajeni me miqtë tuaj. I thoni, shiko, pastori ka treguar diçka që mund të të vlejë sot. E kështu, mezi pres gjithashtu t'ju takoj nesër në meditimin e radhës. Zoti ju bekoft pafund.